Në këtë bulevard, jo një shekull më parë, por vetëm më pak se 20 vjet më parë, apo më sakt në 2011, 4 protestues u vranë me armë sulmuese. Që i kishin vënë në shënjestër pikërisht nga kjo ndërtesë. Kështu që për mua, është një epokë ndryshe, është një moment ndryshe në histori. Dhe është vërtet diçka shumë e mirë që njerëzit të mund të protestojnë pa asnjë problem, edhe pse mund të duket gjëja më e vogël, por nuk është kështu. Është një tjetër arritje e kësaj dekade. Një arritje për të cilën shqiptarët kanë luftuar për një kohë të gjatë, jo vetëm gjatë komunizmit, por edhe pas tij. Kështu që kjo është e